Në një kohë të largët, kur pyet ishin më të dendur dhe magjia qarkullonte lirisht në ajër, jetonte një dhelpër e zgjuar me emrin Arta. Ajo ishte dhelpra më e mençure të gjithë pyllit, me gëzof të kuq si flaka dhe sy të ndritshëm si yje. Arta jetonte në një strofull të rehatshme në rrënjët e një lisi të vjetër, në zemër të një pylli të bukur që shtrihet pra një fshati të vogël malore. Pylli ku jetonte Arta ishte i veçantë. Drurët e tij ishin të lartë dhe të fortë, me degë që shtriheshin si krah gjigantësh drejt qiellit. Mes tyre rriteshin lule shumëngjyrëshe që qelnin vetëm në hënën e plot, dhe burime të kristalta që këndnin melodi të ëmbla gjatë natës. Por ajo që e bënte këtë pyll vërtet magjik ishte se çdo pemë fruti që rritej këtu kishte fuqi të veçanta. Mollët e artë të pyllit mund të shëronin çdo sëmundje. Dardhët e argjenta mund të jepnin forcë të jashtëzakonshme, dhe boronat e purpurt mund të dhuraonin diturinë të parve. Por më e çmuar nga të gjitha ishte rushi i artë që rritej në një vend të veçantë të pyllit, në majtë të një kodre të lartë, ku dielli e përshkonte për të gjithë ditën dhe hëna e larë me dritën e saj të butë gjatë natës. Ky rush nuk ishte i zakonshëm. Thuhet se ai që hante prej tij do të fitonte aftësinë për të kuptuar gjuhën e të gjitha kafshëve dhe shpendëve. Do të mund të fliste me erat dhe yjet, dhe zemra e tij do të mbushej me një paqe të thellë që nuk do ta linte kurrë. Por rushi rritej shumë lart në majtë të një shkëmbi të lartë, dhe ishte pothuajse i pamundur për t'u arritur. Për vite me radhë, Arta kishte dëgjuar historitë për rushit magjik nga gjyshja e saj, një dhelpër e vjetër dhe e urtë që kishte jetuar më shumë se një shekull. Gjyshja i kishte treguar se rushi qelja vetëm një herë në vit, në natën e verës kur yjet ishin më të ndritshëm dhe magji më e fortë. Dhe kjo natë po afrohej, një mëngjes të bukur pranvere, ndërsa Arta po shëtiste në përpyll për të kërkuar ushqim. Ajo pa diçka që e bëri zemrën t'i rrahte më fort. Në horizont, në majtë të kodrës së largët, kishte filluar të duket një shkëlqim i artë. Rushi magjik po piqej. Arta e dinte se kishte vetëm disa javë para se rushi të ishte gati për t'u vjel. Ajo vendosi të fillonte përgatitjet për aventurën më të madhe të jetës së saj, por e dinte se nuk do të ishte e lehtë. Rruga drejt kodrës së rushit ishte plot rreziqe. Duhej të kapërcente lumin e thellë që ndante pyllin nga kodra, të ngjitej në përshkëmbin të rëshitshëm, dhe të shmangej ujkërit që ruanin territorin e tyre me xhelozi. Arta filloi të studionte rrugën çdo ditë. Ajo ngjitej në degën më të lartë të lisit të saj dhe vështronte kodrën e largët me kujdes. Matësi distancat, vërejti lëvizjet e kafshëve të tjera, dhe planifikoi rrugën më të sigurt. Por sa më shumë që e studionte, aq më e vështirë dukej aventura. Një ditë, ndërsa Arta po mendonte për planin e saj, u takua me Bekim, një lepurush i ri dhe entuziast që sapo kishte ardhur të jetojë në pyll. Bekimi ishte plot energji dhe optimizëm, por i mungonte përvojë. Arta thiri Bekimi duke vrapuar drejt saj. Kam dëgjuar për rushit magjik. A është e vërtet se ai që ha prej tij bëhet i urtë si një filozof i vjetër? Arta buzëqeshi. Po, Bekim, por rruga drejt tij është shumë e rrezikshme. Nuk është diçka që mund të bëhet pa përgatitje të kujdesshme. Por ti e dhelpra më e zgjuar e pyllit, tha Bekimi me admirim. Nëse dikush mund të arrijë, ajo je ti. Fjalët e Bekimit e ngrohën zemrën e Artës. Por ajo e dinte se do të duhej më shumë se zgjuarsi për të arritur rushit. Do të duhej kurajo, vendosmëri dhe ndoshta pak fat. Ditët kalonin dhe rushi në kodër po bëhej gjithnjë më i artë. Arta kishte filluar stërvitjet e saj. Çdo mëngjes, ajo vraponte në përpyll për të rritur qëndrueshmërinë e saj. Mësondi të ngjitej në shkëmbin të vështirë dhe të kapërcente pengesa të ndryshme. Gjithashtu, ajo takohej me kafshët e tjera për të mësuar nga përvoja e tyre. Nga thëllënit e mësoi se si të notonte në ujëra të thella pa u lodhur shpejt. Nga ketrat e mësoi të ngjitej në majat më të larta të drurve. Nga arinjt e mësoi të gjente rrugën edhe kur nata ishte e errët dhe pa yje. Por pavarësisht përgatitjeve të saj, Arta ndjente një frikë të vogël në zemrën e saj. Nuk ishte frikë nga rreziku fizik. Ajo ishte mjaft e aftë për të kujdesur për veten. Ishte frikë nga dështimi. Çfarë do të ndodhte nëse ajo nuk do të ishte e aftë të arrinte rushit? Çfarë do të ndodhë nëse të gjitha përgatitjet e saj do të ishin të kota? Një natë, ndërsa Arta po vështronte yjet nga strofulla e saj, gjyshja e saj i doli në ëndër. E vjetra dhelpër e urtë ju afrua me një buzëqeshje të butë. Arta, vajza ime e dashur, tha gjyshja me zë të butë. Po shoh se je shqetësuar për aventurën që të pret. Po, gjyshe, pranoi Arta. Kam frikë se nuk do të jem e aftë.
Çfarë do të ndodh nëse dështoj? Gjyshja e vjetër ja vuri dorën në kokë me dashuri. Dëgjoj mirë, Arta. Vlera e vërtetë e aventurës nuk qëndron në arritjen e qëllimit, por në rrugëtimin që bën për të arritur atë. Çdo hap që hedh, çdo sfidë që ka përce, çdo mësim që mëson, të gjitha këto të bëjnë më të fortë dhe më të urtë. Edhe nëse nuk arrin rrushit, ti do të kesh fituar diçka shumë më të çmuar. Vetbesimin dhe diturinë se ke guxuar të provosh. Por gjyshe, tha Arta, gjithë kafshët e pyllit do të mësojnë për dështimin tim. Dhe çfarë nga kjo? U përgjigj gjyshja me një të qeshur të butë. A mendon se dikush ka arritur kur diçka të madhe pa u përballur me rrezikun e dështimit? Guximi nuk do të thot mungesë frike, por veprimi pavarësisht frikës. Arta u zgjua me një ndjenjë të re force dhe vendosmërie. Fjalët e gjyshes kishin prekur zemrën e saj dhe kishin larguar dyshimet. Dita e caktuar kishte ardhur. Rushi në kodër shkëlqente si ari i pastër në rrezet e diellit. Arta e dinte se kjo ishte nata ku rushi do të ishte në fuqinë e saj të plot magjike. Në agim, Arta filloi rrugëtimin e saj. Ajo mori me vete vetëm ujë të pastër nga burimi magjik dhe disa arë që kishte grumbulluar për energji. Nuk donte të mbarte peshë të tepërt. Faza e parë e rrugëtimit kalonte nëpër pjesën më të dendur të pyllit. Arta lëvizte me kujdes, duke shmangur degët e thyera dhe duke u kujdesur të mos bënte zhurmë që mund të tërhiqte vëmendjen e kafshëve predatore. Pylli në këtë pjesë ishte më i errët dhe më misterios. Drurët ishin të vjetër dhe të lartë, me gjethet aq të dendura sa që vetëm pak dritë arrinte në tokë. Ndërsa ecte, Arta dëgjoi një zë të hollë që i kërkonte ndihmë. Ajo ndaloi dhe vështroi rreth e qark. Në fund pa një flutur të vogël me ngjyra shumë ngjyrëshe që kishte mbetur e ngecur në rrjetën e një merimange. Ju lutem, më ndihmoni, tha flutura me zë të ligësht. Nuk mundem të lëviz. Arta pas e merimanga ishte e madhe dhe duke e rrezikshme, por nuk mund ta linte fluturën të vuante. Ajo u afrua me kujdes dhe me kthetrat e saj të mprehtë filloi të priste telat e rrjetës. Merimanga e vuri re dhe filloi të afrohej. Por Arta ishte shpejt dhe arriti ta lironte fluturën para se merimanga të arrinte. Faleminderit shumë, tha flutura duke fluturuar rreth kokës së Artës. Emri im është Shigjeta dhe jam flutura e urtësisë. Për shkak të mirësisë tënde, dua të jap një dhuratë. Flutura preku pjesën e lëkurës së Artës me krahët e saj të përzemërt. Dhe menjëherë Arta ndjeu se mendja e saj bëhej më e qartë dhe shisat më të mprehta. Kjo do të ndihmojë në rrugtimin tënd, tha Shigjeta. Por kujdes, dhurata ime do të zgjas vetëm deri në agim të ditës së nesërme. Arta e falenderoi fluturën dhe vazhdoi rrugën. Tani ajo mund të vërej detaje që më pari kishin shpëtuar. Gjurmët e fshehta të kafshëve në tokë, tingujt e largët që paralajmëronin rrezik, dhe ndryshimet e vogla në erë që tregonin ndryshimin e motit. Pas disa orësh ecje, Arta arriti në bregun e lumit të madh. Uji ishte i turbulluar dhe i thellë, me valë që goditnin në shkëmbinjt në breg. Arta e dinte se kjo do të ishte sfida e parë e vërtetë e rrugëtimit të saj. Ajo studioi lumin me kujdes. Rrjedha ishte e fortë, por pa disa gur të mëdhenj që dilnin nga uji dhe mund të përdoreshin si shkallë natyrore. Problemi ishte se gurët ishin të rëshitshëm dhe distanca midis tyre ishte e madhe. Arta filloi kalimin me kujdes të madh. Hoqi një hap në gurin e parë, duke u balancuar me kujdes. Uji i ftohtë godet dhe për një moment ajo lëkun, por arriti ta mbante ekuilibrin. Hapi pas hapi, gur pas guri, ajo u përpos përmes lumit. Në gurin e fundit, pak metra para bregut tjetër, këmba e Artës u rrëshit. Ajo ra në ujë me një përplasje të madhe. Rrjedha ishte më e fortë se sa kishte menduar dhe ajo filloi të rrëmbyhet nga uji i turbulluar. Por stërvitja e saj me thëllënj tani erdhi përndjesi. Arta noti me force kundër rrjedhës dhe arriti të arrinte në breg. Ishte e lagur dhe e ftohtë, por e sigurt. Mira e pare ka përcyer, tha me vete ndërsa shkung ujë nga gëzofi i saj i kuq. Tani fillonte pjesa e dytë e rrugtimit, ngjitja e kodrës së shkëmbinjve. Kodra ishte e pjerrët dhe e vështirë, me shkëmbinj të mprehta dhe shteg të ngushtë. Por Arta e dinte se kjo ishte rruga e vetme për të arritur në maj. Ngjitja filloi lehtë, por gradualisht u bë gjithnjë më e vështirë. Shkëmbinjt ishin të rrëshitshëm nga era dhe shiu i mëparshëm, dhe disa herë Arta gati ra. Por ajo vazhdoi, duke përdorur të gjithë forcën dhe aftësinë që kishte fituar nga stërvitja. Kur arriti në gjysmë të ngjitjes, Arta pa diçka që e shqetësoi. Në shteguin përpara saj kishte një ujk të madh që po priste.
Sytë e ujkut ndriçonin errësirën që po vinte dhe ai duke i gatshëm për luftë. Ndale aty, urdhëroi ujku me zë të ashpër. Ky është territori im dhe askush nuk kalon pa lejen time. Arta e dinte se nuk mund ta mposhte ujkun në luftë të drejtë për drejtë. Ai ishte shumë më i madh dhe më i fortë se ajo, por ajo kujtoi fjalët e gjyshes së saj. Zgjuarësia është më e fortë se forca. Përshëndetje, o ujk i madh, tha Arta me respekt. Nuk kam ardhur për të sulmuar territorin tënd apo për të kapur gjahun tënd. Jam thjesht një udhëtare që dëshiron të arrijë në majë të kodrës. Dhe çfarë ke për të më dhënë në këmbim? Pyeti ujku me dyshim. Arta mendoi shpejt. Nuk kam gjë materiale për të dhënë, por mundem të tregoj diçka që do të jetë e dobishme. Fol, tha ujku, kurioze pavarësisht të ashpërsisë. Kam vërejtur se në pjesën lindore të territorit tënd ka një çik deresh të reja që sapo kanë ardhur nga Lugina, tha Arta me zgjuarsi. Ato janë të papërvojave dhe të paruajtura. Do të ishin gjahi lehtë për dik me aftësitë tua. Ujku e dëgjoi me vëmendje dhe u gëzua. Informacioni dobishëm, pranoi ai. Mund të kalosh, por kujtoj se në kthim do të pres një tjetër dhuratë nga ti. Arta e falenderoi ujkun dhe vazhdoi ngjitjen. Ajo e dinte se në kthim do të duhej të gjente një mënyrë tjetër për të kapërcyer këtë problem. Por tani fokusi i saj ishte te rushi. Ndërsa vazhdonte të ngjitej, nata po vinte me shpejtësi. Yjet filluan të duken në qiell dhe hëna e plot u ngrit mbi malet e largëta. Kjo ishte koha ku rushi do të ishte në fuqinë e saj më të madhe magjike. Së fundi, pas orëve të ngjitjes së vështirë, Arta arriti në majë të kodrës. Dhe aty, para saj, ishte rushi më i bukur që kishte parë ndonjëherë. Vreshtat shtrihen në një zonë të shesht në majë të shkëmbit, me bishta që shkëlqenin si argjendi në dritën e hënës. Rushet ishin të ardhë dhe të ndritshëm, duke lëshuar një dritë të butë magjike. Por rushi rritej në majë të një shkëmbi të lartë, rreth 10 metra mbi vendin ku qëndronte Arta. Shkëmbi ishte i lëmuar dhe i pjerrët, pothuajse i pamundur për të ngjitur. Arta studioi situatën me kujdes. Kishte disa qarje të vogla në shkëmb që mund të përdoreshin si mbërthje, por do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme. Një gabim i vogël dhe ajo do të bie dhe do të lëndohej rënd. Ajo kujtoi të gjitha stërvitjet e saj me ketrat dhe filloi ngjitjen e ngadaltë dhe të kujdesshme. Çdo lëvizje ishte e kalkuluar. Çdo mbërthye testohej para se të mbështetej plotësisht në të. Metra pas metri, Arta u ngjit lart. Duart dhe këmbët e saj po dhimnin nga përpjekja, por ajo nuk u dorëzua. Zemra e saj rrahte fort, jo vetëm nga përpjekja fizike, por edhe nga eksitimi i afrimim në rushit magjik. Kur ishte vetëm 1 metër larg, këmba e saj e djathtë u rrëshit. Për një moment merues, Arta varte vetëm nga duart e saj, me këmbët që kërkoheshin në ajër, por ajo nuk u dorëzua. Me një përpjekje të madhe, ajo arriti të gjejë mbërthim tjetër dhe të vazhdoi ngjitjen. Së fundi, me një përpjekje të fundit, Arta arriti në majë të shkëmbit. Para saj ishte rushi më i bukur dhe më i çmuar i botës. Çdo kokër shkëlqente si një diamant i vogël, dhe të gjithë rushi lëshonte një aromë të ëmbël që e mbushi zemrën e Artës me paqe. Arta shtriu dorën me kujdes drejt rushit. Kur gishtat e saj prekën kokërat e para, ajo ndjeu një energji të ngrohtë që kaloi nëpër trupin e saj. Ishte një ndjenjë e pashkrueshme, si të prekje vetë rrjedhën e jetës. Ajo mori një kokër dhe e vuri në gojë. Shija ishte jashtëzakonshme, e ëmbël si mjalti, por edhe me një thellësi të çuditshme që dukej se prekte shpirtin. Në momentin që e përtypi, Arta ndjeu një ndryshim të thellë në veten e saj. Menjëherë, ajo filloi të dëgjonte të gjitha tingujt e natës me qartësi të re. Mund të dëgjonte bisedën e milingonave në barin e largët, këngën e qetë të yjeve mbi kokë, dhe madje frymëmarrjen e tokës së gjallë nën këmbët e saj. Mirë se erdhe, Arta, tha një zë i butë. Ajo u kthye dhe pa një zonjë të bukur me flokë të argjenta dhe sy si yje. Ishte shkëndia e pyllit, ruajtësja e magjisë së këtij vendi. Të gjithë këta vite kam pritur që dikush me zemër të pastër dhe guxim të vërtet të arrinte deri këtu, vazhdoi shkëndia. Ti tregove se ke të dyja këto cilësi. Por çfarë duhet të bëj tani? Pyeti Arta, ende habitur nga përvoja. Ajo që zemra jote të thot, u përgjigj shkëndia me një buzëqeshje. Rushi ka dhënë aftësinë për të komunikuar me të gjitha krijesat dhe ka mbushur shpirtin tënd me urtësi. Por mënyra se si do ta përdorësh këtë dhuratë varet vetëm nga ti. Arta e falenderoi shkëndijën dhe filloi të mendonte për rrugtimin e kthimit.
Por tani me aftësitë e saj të reja, udhëtimi do të ishte shumë më i lehtë. Ajo mund të fliste me shpendët dhe t'i kërkonte atyre ta transportonin, ose të komunikonte me kafshët e tjera për të gjetur rrugë më të sigurta. Por kur po përgatitej të lërë majën e kodrës, Arta kujtoi ujkun që e priste në rrugën e kthimit. Ajo e dinte se kishte premtuar një dhuratë, dhe tani e dinte se çfarë do t'i jepte. Kur arriti te vendi ku e priste ujku, ai ishte ende aty duke pritur me padurim. Ke kthyer, tha ujku me pakës befasi. Dhe ku është dhurata që më premtove? Këtu është, tha Arta, dhe filloi të tregoj për ujku një histori të bukur për guximin, miqësinë dhe dashurinë. Ndërsa fliste, fjalët e saj morën një fuqi magjike nga rushi që kishte ngrënë. Historia ishte kaq e bukur dhe prekse sa ujku filloi të qaj. Kur nuk kam dëgjuar diçka kaq të bukur, tha ujku me zemrën e prekur. Kjo histori më ka ndryshuar zemrën. Nuk dua më të jem i ashpër dhe i egër. Dua të mësoj të jem i mirë. Dhe kështu, Arta nuk i dha ujkut vetëm një dhuratë, por e ndryshoi jetën e tij krejtësisht. Rrugë kthimi vazhdoi me lehtësi të madhe. Arta komunikoi me një palë shqiponja që e ndihmuan të kapërcej lumin duke e mbajtur në këmbët e tyre. Ato i treguan se ishin shumë të lumtura ta ndihmonin, sepse kishin dëgjuar për dashurinë e saj ndaj natyrës. Kur arriti në pyll, Arta e gjeti Bekimin dhe kafshët e tjera duke pritur me ankth lajme prej saj. Arta thirri Bekimi me gëzim. E arrite. E gjete rushit. Po, u përgjigj Arta me një buzëqeshje të ngrohtë. Por më e rëndësishme, unë zbulova se rruga drejt rushit më mësoi më shumë se sa vetë rushi. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Bekimi me kurreshtje. Arta u ul dhe filloi të tregoj historinë e saj për të gjithë kafshët e pyllit. Ajo u tregoi për guximin që duhet për të filluar një aventurë, për dashurinë që duhet për të ndihmuar të tjerët në rrugë, dhe për zgjuarsinë që duhet për të kapërcyer sfida. Rushi më dha aftësi të reja, tha ajo, por mësimet që mësova në rrugë, ato janë ajo që më bëjnë të fortë. Nga ajo ditë, Arta u bë udhërfyesja e pyllit. Ajo i ndihmonte kafshët e tjera të gjenin rrugën e tyre, t'i kapërcenin sfidat dhe të mësonin nga gabimet e tyre. Ajo i mësoi ata se çdo aventurë, pavarësisht se sa e vështirë, fillon me një hap të parë. Bekimi u bë nxënësi i saj i parë. Nën udhëheqjen e Artës, ai mësoi të bëhet i guximshëm dhe i mençur. Dhe me kalimin e viteve, edhe ai u bë udhërfyes për kafshët e tjera të reja që vinin në pyll. Ujku, që ishte ndryshuar nga historia e Artës, u bë ruajtësi i kodrës. Ai ndihmonte udhëtarët të gjejnë rrugën e sigurt dhe kur më nuk kërcënoi dik të pafajshëm. Flutura shigjeta u bë shokja më e ngushtë e Artës. Ajo fluturonte në përpyll dhe i sillte Artës lajme për kafshët që kishin nevojë për ndihmë apo këshill. Dhe shkëndija e pyllit vazhdoi të ruante rushit magjik, duke pritur ditën kur një shpirt tjetër i pastër do të kishte guximin të ndërmerrte rrugtimin e vështirë për të arritur atë. Vitet kalonin dhe historia e Artës u përhap në të gjithë botën. Kafshët nga pyjet e largëta vinin për të dëgjuar mësimet e saj. Ajo u tregoi se guximi nuk është mungesa e frikës, por veprimi pavarësisht frikës. U tregoi se zgjuarësia nuk është vetëm dija, por aftësia për ta përdorur diturinë për të ndihmuar të tjerët. Por mbi të gjitha, Arta u mësoi të gjithëve se çdo qëllim i vërtetë është i arritshëm nëse kemi vendosmëri, përgatitemi mirë, dhe nuk i frikohemi sfidave që na presin në rrugë. Dhe kështu në majë të kodrës së largët, rushi i Art vazhdoi të shkëlqejë në dritën e hënës, duke pritur aventurarin e arshëm që do të ketë zemrën e pastër dhe guximin e nevojshëm për të arritur atë. Por tani ai nuk ishte më thjesht një rush magjik. Ai ishte simboli i të gjitha ëndrave që mund të realizohen me punë, guxim dhe besim te vetja. Dhe Arta, dhelpra e zgjuar me gëzof të kuq si flaka dhe sy të ndritshëm si yjet, vazhdoi të jetojë në pyllin e saj të dashur, duke ndihmuar të gjithë ata që kishin guximin të ëndërrojnë dhe vendosmërinë të përpiqen ta realizojnë atë ëndër. Sepse siç kishte mësuar ajo vet, rruga drejt rushit nuk është vetëm për të arritur një qëllim. Është për të zbuluar se kush jemi në vërtet dhe se çfarë jemi në gjendje të arrijmë kur besojmë me të vërtetë te vetja jonë. Dhe kjo është përmbajtja e vërtetë e çdo përralle. Jo vetëm historia e aventurës, por mësimi që kjo aventurë na jep për jetën tonë.